Për të mbështetur nismën për promovimin e produkteve made in Albania, demokratja Jorita Tabaku ka kërkuar që birraritë e vogla në vend të kenë një normë më të ulët akcize se sa prodhuesit e mëdhenj. Sot janë 9 birraritë të vogla, 9 me numër, të cilët prodhojnë në total 3895 hektolitra. Dhe këto tatohen njësoj si prodhues të mëdhenj. Propozimi ka në bazë reduktimin e aksizës dhe kthimin në një regjim ashtu si që ishte më parë. Regjimi më parshëm kishte një tavan 10.000 hektolitra, unë mund të them le ta bëjmë edhe 5.000 hektolitra, sepse të gjithë bashkë këto nuk prodhojnë më shumë se 5.000 hektolitra. Në debat u rikthye skema vjetre akcizës që u hoq në vitin 2022. Në atë periudhë, kompanitë që prodhonin nën 200.000 hektolitra në vit taksoheshin me 355 lek për hektolitër, ndërsa ato mbi këtë prag paguanin 710 lek për hektolitër. Ministria e Financave argumentoi në Komisionin e Ekonomisë se kjo skem kishte krijuar probleme serioze në zbatim. Aplikimi i akcizës me 2 nivele ka shfaqur në të shkuarën probleme të jashtëzakonshme për sa i përket aplikimit të saj në terren dhe për këtë arsye edhe ne mbështesim propozimin e deputetit Kadiri. Pas votimit kundër palët e rënë dakord që të ketë një rishikim të formulës. Sipas kompromisit, tavani për përfitimin e një akcize më të ulët se norma standarde do të vendoset deri në 10.000 hektolitra në vit për çdo prodhues.